Sot inshallah vazhdim do të flasim pasi që folëm hutbet e kaluara për dashurinë ndaj Allahut Azza wa Jall. Pastaj për frikën që duhet me pas besimtari karshi Allahut Azza wa Jall. Sot do të flasim për një temë, për një ibadet, për një adhurim të zemrës që Allahu Azza wa Jall e ka përmend shumë shpesh në Kur'an. E ajo është shpresa në mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Për cilën Allahu subhanahu wa taala e thot kur Jakubi alayhis salam i thot bijve të vet: "Wala tayasu min ruhillah, innahu la yayasu min ruhillah illa al-qaumul kafirun." Edhe mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Se shpresën në mëshirën e Allahut Azza wa Jall e humbin vetëm ata të cilët nuk i besojnë Allahut. O muslimani do të gjithmonë me shpresu që Allah është i mëshirshëm. Jo i mëshirshëm vetëm me t'i falë gjunahet, po është i mëshirshëm ndaj robit vet, më shumë edhe se sa nana që është e mëshirshme ndaj fëmijës vet. Edhe për mi dhon diçka, edhe për mi ndihmu diçka. Për ata pejgamberi alayhis salam, kur e ka pa një nanë duke ushqyer fëmijën e vet, i ka pyet sahabët, ka thonë: "A mendoni që kjo nanë e hudh fëmijën e vet, që po kujdeset për të e hudhë në zjarë?" Thot: "Jo, i dërgumi Allah." Thot: "Allah është më i mëshirshëm ndaj robëve vet se sa kjo nanë ndaj fëmijës të vet." Allah është më i mëshirshëm ndaj besimtarëve, ndaj muslimanëve se sa prindi ndaj fëmijës vet. Prindi shpesh herë sakrifikon për fëmijën e vet. E lën veten keq për me ble fëmijës vet më shumë, e më mirë. E lën veten keq për me përparu fëmijën e tij. Allahu Azza wa Jall është më i mëshirshëm se sa prindi. Për ata Jakubi alayhis salam, fëmijëve të vet, i ka thonë: "La tayasu min ruhillah." Mos i humbni shpresat në mëshirën e Allahut Azza wa Jall. E na besimtarët nuk bën mi humb shpresat në mëshirën e Allahut. Për ata pejgamberi alayhis salam ka thonë në një hadith kutsi se Allahu Azza wa Jall ka thonë momenti kur Allahu Azza wa Jall i ka kriju qiejtë dhe tokën, e ka shkrujt në librin e tina se mëshira jem ja ka mujt hidhrimit tem. Mëshira Allahut Azza wa Jall ja ka mujt hidhrimit Allahut subhanahu wa taala. Hadithin tjetër thot pejgamberi alayhis salam: Allahu Azza wa Jall mëshirën e ka ndonë 100 pjesë. Një pjesë e ka zbrit në tokë që njerëz me pas mëshirë ndaj njëri tjetrit, edhe kafsht me pas mëshirë ndaj veçlit vet. Edhe 99 pjesë mëshira Allahu Azza wa Jall i ka lënë për veten e vet. Thot pejgamberi alayhis salam, saqë me pas ditë jo besimtar. Me ditë jo besimtar se sa i mëshirshëm është Allahu, kishin me shpresu se tim ka për mëshirë Allahut edhe ata. Një sikur se Firaunin. Kena shpjeguar disa herë kur Xhibril alayhis salam i tregon pejgamberit alayhis salam, i thotë: "O dërgimi Allahut, kur e ka pa Firauni detin mbi kokë, ujin mbi kokë, e merr shazallja mosha gojën se kur thot la ilaha illallah mos me mëshiron Allahu. Mos me mëshiron Allahu edhe Firauni." Për ata vllazni, besimtari nuk bën mi humb shpresat mëshirën e Allahut. Mëshirën e Allahut që Allah është i mëshirshëm me ndihmu ty. Allah është aq i mëshirshëm që edhe në pleqni tënde me lutë Allahun për me dhuru fëmijë, me dhuru fëmijë. Ibrahimi alayhis salam e ka lutë Allahun Azza wa Jall për me dhuru fëmijë. E thot Ibn Kathiri, kur Allahu Azza wa Jall e ka gëzu me fëmijë ka pas 86 vjet. Ibrahimi alayhis salam. Gjithashtu edhe Zakaria alayhis salam, thot Ibn Kathiri, ka pas 77 vjet. E ka lutë Allahun Azza wa Jall duke thonë: "Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." O Allah, mos e lëm të vetëm, po çon trashëgimtar. Çon pasardhës. Thot Ibn Kathiri, Allahu Azza wa Jall e ka gëzu me djalë, edhe ja ka qitë emrin Allahu Azza wa Jall. Ismuhu Yahya, emrin ki me lon Yahya.
Edhe i ka pas Zekeria 76 vjet, kur e ka gëzu Gjibrili a.s. me fëmijë, ka thonë qysh me marrë, qysh me pasën unë e djallë, qysh me pasën e fëmijë. Jam i shtymë mosh, e gruaja jem është sterile. I thotë Allahu Azza wa Jall, kështu të na e kena kriju edhe Ademin a.s. Kur ka thonë Allahu Azza wa Jall më bogo, për ata shpesh herë, na si besimtar, na si njerëz, jena aq dopt që nuk e njohim Allahun Azza wa Jall të parën derë që e trokasim, jenë mjekt. Apo jenë hëgjallar të shkujna e mali. E nuk është derë Allahut Azza wa Jall. E para derë që duhet më tërkita është Allah subhanahu wa taala. Pastaj duhet mi marrë sebepet. Pastaj merri sebepet, shko te mjek, nuk është problem. Mirë po dera e parë duhet me konë Allah. Edhe e fundit duhet me konë shpresa në Allahun Azza wa Jall. Këto në mes janë sebepe. Ka mundësi të në ditën dhem, kryt, ty, e mu, unë e pi, parastamall, e profen, mu së më kalon, ty të kalon. Se është caktimi Allahut Azza wa Jall. Për ata, Allahu Azza wa Jall në ka mësu neve, që mi marë sebepet, po duhet mas pari sebepin e parë, Allahun Azza wa Jall. Allahun subhanahu wa taala. Kjo është sebepi kryesor, që mos mi hub shpresat, se Allahu Azza wa Jall mu së më shëron. Allahu Azza wa Jall mu së më jep fëmijë. Allahu Azza wa Jall mu së më ndihmon. Allahu subhanahu wa taala fol për një pejgamber tjetër, dhe Nun, Yunusin a.s. Kur Yunusi a.s. i ka up shpresa se populli i vet kanë mi u përgjigj ftesës tina, kanë mi u përgjigj fjalës la ilaha illallah, është largu pi popullit vet. Yunusi a.s. është largu pi popullit vet pa urdhën e Allahut, pa lejen e Allahut, edhe ka lutë Allahun me shkatrua atë popull. Momenti kur e ka lutë Allahun me shkatrua atë popull, edhe është largu pi atij popullit. Ky popull, vetmin që e ka pështu Allahu Azza wa Jall, pasi që ai popull e ka ditë se pejgamberi Allahut kur te lutë Allahu Azza wa Jall ka marrë dënim. Edhe është pendu, kanë dalë me grave mbi, janë nda gratë edhe fëmijët, so që kanë kajt fëmijët për nanat e tyre, kanë kajt kafsht për nanat e tyre. Duke e lutë mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall e mëshiron këtë popull. Po Yunusi a.s. momenti kur hyp në anije, edhe sprovohet dalë të mloja, edhe bjen ujë, se i qitët shorti Yunusit a.s. Qesin shortët dikush tu ka bu gjuna. Do të me dalë pjanijës. Qesin shorti bjen shorti pejgamberit Yunusit a.s. Po tjo jo, zbën ti me ra, zbën ti mu gjujnë deti, prap po qesin short, prap i bjen këtina. Po tjo edhe njëherë, prap i bjen këtina, po tjo unë e ku bu gabim. Unë e po largona pi kësaj anijës. Se unë e ku bu gjuna se jëm largu pi popullit tem, pa më dhonë leja Allahu Azza wa Jall. Edhe e gëlltit balena. Në mbrëndësin e balenës, në errësirën e balenës, thot la ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. O Zot, o Allah, ti je Zot që nuk meriton tjetër kush adhurim përveç se teje. Unë jam kon zullumçar, unë i kom bëu zullum vetvetes. Allahu Azza wa Jall e shpëton me këtë dua, me cilën dua mëson e përmendsh. Ka thonë pejgamberi sallam, ai i cili lutet Allahut Azza wa Jall, me këtë lutje të Yunusit a.s. nuk ka dua që Allahu Azza wa Jall nuk e pranon. La ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Këtë lutje me bo, pastaj lutë Allahun Azza wa Jall. Zvan mi hum shpresë vllazni për çka do që të kiti. Kina i breng, kina i bërç, kina i smundje, kina i kërkesë që dën që Allahu Azza wa Jall me ta plotësua ata, e para derë do të me konë Allahu Azza wa Jall. Mos mi hum shpresat që Allahu Azza wa Jall ty nuk ndihmon. Pastaj mos mi hum shpresat që Allahu Azza wa Jall nuk t'i fal ty gjunahet. Allahu subhanahu wa taala thot: "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim." Thuaj o robët e mi të cilët asrafu ala anfusihim, jeni zhyt mëkate. Ju e keni bënë mëkat. Jeni zhyt mëkate. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a.
mos u dëshproni, mos i hupni shpresat, mëshirën e Allahut azza se Allahu t'i fal krejt gjunat. Allahu t'i fal këtë mëkate që e ki bu. Hadithot pejgamberi alayhis salam, se thot Allahu azza wa jall, ja ibni Adem, o biri Ademit, nëse m'vjen mu me gjunahe, so që ato gjunahe e mlojnë pi tokës deri në qiell, edhe kërkon falje, kom i t'i fal gjunahe, edhe kom arë me mëshirë, so pi tokës deri në qiell. O biri Ademit, nëse m'vjen më takon mu me gjunahe të mlume këtë tokën, këtë botën e mush me gjunahet, që ki bën dhe Allahut azza wa jall. Po vjen e takon Allahun azza wa jall, nuk i bën shok atina, nuk i bën shirk atina. Ko me ardh me qaq mëshirë edhe falje, thot Allah subhanahu wa taala, për ata të cilët kërkojnë falje. S'po folim për gjunahet e vogla vëllazër, po folim për gjunahet e mëdha. Po folim për gjunahet e mëdha, nëse e takon Allahun azza wa jall, ki bëj gjunahe so këtë bota. Edhe je pendu sinqerisht te Allahu azza wa jall. Atër s'dije se Allahu ka me ardh me qaq sa ka bota, mëshirë edhe falje për ty. Kjo është vllazni një argument, kjo është vllazni një shpresë, për cilën Abdullah ibn Omeri ka thonë nuk ka shpresë më të madhe se sa shpresa që Allahu xhel ja ka dhënë besimtarëve në jetën që e përmend. Allahu t'i fal krejt gjunah. Shpesh herë vllazni kur i ngojna ajetet apo hadithet që i përmendëm më herët, që njeri do të mjotut Allahut azza, se dënimi i Allahut është i madh. Ibn Khayyim e përmend vezveset, cytjet e shejtanit. Shejtani para se me bëti një gjuna, ta përmend mëshirën e Allahut. Ta përmend që të hadith, Allahu t'i fal këtë gjuna, Allah, për që gjuna, jo pse bën hesab. Momenti kur të bën ti gjunahen, ta përmend dënimin e Allahut. Edhe po falësh edhe s'po vjen mora, atë kujtohet fillon vani ku i konti pron. Edhe po vjen kishë po vjen në xhami. Hysh mos në xhami Allah, s'vlen namazit. Se cilë e kokën në besh. Për shkak se, të Ibn Khayyimi, shejtani mas të bën gjunahen, e ka qëllimi për me shtini gjuna dhe matë madhë me po. Ajo është lënia e namazit. Që s'ka gjuna në rruzullin të kësot matë madhë se sa me lënë namazit. S'ka gjuna matë madhë. As alkoholi, as vepra tjera, gjuna e tjera, qas me përmeni këtë rënë, nuk kjo matë madhë se sa me lënë namazit. Për ata nuk bën me lënë namazit. Edhe që t'vjen shejtani thotë ka dalë për të bënë gjuna dhe tash kishe po falësha. Që ky namaz ka mundësi t'i fal gjunat. Gjunat e vogla janë të sigurta që t'i fal. Për shkak se pejgamberi sa më ka thonë namazet deri namaz janë shkaktar që t'i fal gjunat. Gjumaja deri në gjumaj janë shkaktar që t'i fal gjunat e vogla. Po ka mundësi që ky namaz që e bën, e pendimin që e bën ti sinqerisht për gjunat të mëdha, Allahu xhel mi t'i fal gjunat. Për ata pejgamberi sallallahu në shumë hadithe na ka përmend neve e na ka nxit neve që me kërku falje pe Allahut azhel për shkak gjunave që ai kena bërë. Të mëdha apo të vogla. E nëse na pendohem tek Allahu azhel sinqerisht, kërkojna falje pe Allahut azhel sinqerisht, atëherës Allahu azhel është i mëshirshëm. Mos të hin kry asnjë ndaj vezveset e shejtanit, cytjet e shejtanit se ty Allahu s'ta fal asnjëherë. Cytjet e shejtanit për njerëzve apo gjinëve. Se vezvese nuk bën shejtani veç ato që se shohin. Po edhe ky shejtani që e shohin. Për shkak se Allahu xhel ka thonë shayatinul insi wal jin. Ka shejtana për njerëzve dhe për gjinëve. Për aty në që i shohim, janë shejtana edhe për aty në që i shohim. Tu do e kujna hajde në xhami, jo, më çfarë kanë komponë në xhami. Ai s'ka lënë zez pa bë. A ka bot zez më të madhe se sa një sahabi i cili ka thonë në kohën e xahilietit, ignorancës kur nuk e kom ditë, e kom marru Zotin tem pi hurme, kur jo montu e kom hongër Zotin tem. Ka bot gjuna më të madhe se sa që këtin Allahu xhel ja ka falë. Wa radiyallahu anhum wa radu an. Allahu ka qenë i kënaqur me ta, edhe ata ka qenë të kënaqur me shpërblimin e Allahut azhel. Unë edhe shirkun e kufrin Allahu xhel ja ka falë. Unë edhe qitën e se e ka bu aj, Allahu kom ja falë ati. Për ata shpesher dvinë vezvese, edhe pi njerëzve, shejtana pi njerëzve, ja me mos kanë gjami që filani, po shkana, unë e pëhim me një saf me ta. Si unë me ta. Allahi, ma i mirë është taj që i ka bu gjinohë dhe varë në gjami.
sesa ai I cili nuk bën gjinoj më të madhe nëse nuk I bën sejdë Allahut azza wa jall. Për ata këto bezvese vllazni, do të mi largu se qëllimi I shejtanit është mos miro sejdë Allahut azza wa jall. Për ata pejgamberi alayhis salam ka thonë mas shumti që hidhrohet shejtani është kur njëri lexon Kur'anin edhe vjen ajeti I sejdës. Edhe I bën sejdë Allahut azza wa jall. Janë disa ajete të Kur'anit që njëri kur të lexon çata ajete të Kur'anit do të merron sejdë. E thot Iblisi çon edhe mërzitet, thot ju më urdhnuan e miro sejdë. Ademit alayhis salam edhe nuk e kumbu. E këto Allahu azza wa jall pi urdhnon besimtarët me ra sejdë po bin sejdë. Kjo është hidhrimi më I madh. Kjo është inati më I madh I shejtanit kur besimtari bën sejdë Allahut azza wa jall. Këto momente kur smunët me të shti që mos miro sejdë Allahut azza wa jall ai dëshpërohet. Për ata besimtari do të me shpresu mëshirën e Allahut. Pa parasysh gabimeve që I bën, pa parasysh gjunave që I bën, do të gjithmonë mu kthy te Allahu azza wa jall. Do të gjithmonë mu pendu te Allahu subhanahu wa taala. Do të gjithmonë që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se ka thonë Allahu azza wa jall kur biri Ademit bën një gjuna, edhe kthehet tek Allahu azza wa jall edhe pendohet, Allahu azza wa jall mburret para melaçeve. Edhe thot jeni dëshmitar ju o melaçet e mia se këtij ja kam fal gjunat. Se për din që ka Zot e do të më pendu tek ai. E vetë që për njeh Allahun azza wa jall, vetë që po njeh mu, edhe po pendohet tek on, jeni dëshmitar se ja kam fal gjunat. E lutem Allahun azza wa jall na përfshi me mëshirën e tina, e të bëj për aty në të cilët ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, asnjëndi prej neve s'ka mundësi me hyjë në xhenet me veprat tona, përveç se me mëshirën e Allahut azza wa jall. Ka thonë I dërguari Allahut as ti, ka thonë as unë mos me kom mëshirë Allah. Allahu na mbulof me mëshirën e tina, wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Vllazni besimtarit do të me jetu mes dashurisë të Allahut azza wa jall, frikës ndaj Allahut azza wa jall edhe shpresën në Allahun subhanahu wa taala. Do të tria do të mi bashkun zemrën njëri. Thot Ibn Taymija rahimullah, ai I cili jeton vetëm me mëshirën e Allahut, ai është zindik, ai është gjunahçar. Bën gjithçka ai se Allah është I mëshirshëm, Allah e ka mëshirën e madhe. Selam zez pa bu. Si tutët Zotit. On jeton vetëm me mëshirën e Zotit. Hajde se na sjena kohë, Allah është I mëshirshëm. Ai I cili jeton vetëm me frikën e Allahut zel. Ruj se Allah dënon. Ruj se ku këtë s'ka me ta fal Allahu zel. Kjo është tekfirc. Kjo është xhawarij. Ai I cili jeton me shpresën e Allahut zel. Ai se Allah është I mëshirshëm. Allahu t'i fal, bën ai gjuna, mos ai kthehesh, kanë herë tutesh. Kjo është murxhi. E ai I cili jeton me frikën ndaj Allahut zel, me dashnin ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe me shpresë se Allahu kanë herë kur gabon te Allahu t'i fal gjunahet, ky është musliman I vërtet. Që do të mi pas të trija. Do të mi pas dashnin ndaj Allahut, frikën ndaj Allahut dhe shpresën në Allahut zel. Momenti kur të bën një gjuna, e mashtron nefsi I tina, egoja e tina, apo e mashtron shejtani kanë herë se gjithsesi ka fajt shejtani, kanë herë ka fajt edhe njëri. E momenti kur mashtrohet edhe bën një gjuna, me shpresu mëshirën në Allah që Allahu azza t'i falë ato gjuna. Po njëri do të me punu. Momentin kur e bën një gjuna, thot Allah subhanahu wa taala, innal hasanat yudhhibna sayyiat. Veprat e mira I shlyn veprat e këqija. Momenti kur të bën një gjuna, bën veprat mira, që ato veprat e mira I shlyn gjunahet. E jo njëri veç me najt, po dohet mu mundu me veprat të mëdha, me veprat mira, I shly gabimet. E jo veç me shpresu e me najt, hajtë se Allah të mëshirshëm, inshallah Zoti na mëshiron. Do të me punu. Për ata, Rabia ibn Ka'b al-Aslami, radiallahu anhu, kur një ditë I ka shërby pejgamberit alayhis salam, I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërko çfarë bën, mu lut për ty. Ka thonë, po kërkoj prej teje që me lut Allahun, me kom bashkë me ty në xhenet. Ka thonë fa'inni bi kathrati sujud. Ndihmo mu me sejdë të shumta. Po sejdë sa më shumë që unë kur të luti Allahun azza wa jall, më pranon lutjen tënde. Për ata besimtari për me shpresu mëshirën e Allahut azza wa jall, do të me bo sejdë shumë.
do të me lutë Allahun azza xal, e pastaj më mbështet në Allahun edhe me shpresuar mëshirën e Allahut azza xal. E lutem Allahun azza xal na mëshirojë, na fal gabimet tona, gjunahet tona çka i dimë, çka nuk i dimë. Prind dhe dan dhe gjithë besimtarët që janë, wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.